Nëse pini ujë me limon për 7 ditë, do ngeleni pa fjalë se çfarë i ndodh trupit tuaj. Zgjimi në mëngjes jo gjithmonë është motivues. Arsyet janë të shumta. Shumë herë shkak janë problemet me ushqyerjen, si fryrja dhe ngarkesa. Mirëpo, çelësi i zgjimit dhe zgjidhja së problemet mund të jetë uji me limon, i cili nëse konsumohet në mëngjes i bën shumë mirë shëndetit tuaj. Duke u shndruar në një tonik të pasur me vitamina C, ai ndihmon në forcimin e sistemit tuaj imunitar dhe përshpejton gjithashtu metabolizmin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Për këtë arsye, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i ujit me limon çdo ditë në mëngjeset tuaja. Këto janë përfitimet kryesore që do të merrni nëse konsumoni ujë me limon. Uji me limon do ju ndihmojë të humbisni më lehtë kilogramët e tepërt. Polifenolet të pranishme të limonit do të ndihmojnë në uljen e oreksit, madje kur pihet një gotë ujë mbi të gjitha përpara një vakti, ndihmoni në mbushjen e stomakut duke kompensuar sasinë e ushqimit të domosdoshëm për të ndier më të ngopur. Mjafton vetëm limoni i shtrydhur në një gotë me ujë. Ndoshta pak lëkurë limoni do të ishte ideale për të nxitur metabolizmin të punojë më mirë dhe më fuqishëm. Uji me limon do ju ndihmojë gjithashtu edhe në tretjen efektive. Flavonoidet të pranishme tek limoni ndihmojnë në asimilimin e ushqimit duke përmirësuar sistemin tuaj tretës. Madje nëse konsumohet ujë me limon të shtrydhur në ujë të ngrohtë, ofron më shumë përfitime shëndetësore për ju edhe për organizmin tuaj. Kjo është e rëndësishme pasi me avancimin e moshës, sasia e acidit të pranishëm në stomak ka tendencën që të ulet. Një studim i kohëve të fundit ka treguar se mbi 30% e popullatës mbi 60 vjeç vuan ose ka vuajtur të paktën nga gastriti atrofik, një sëmundje e karakterizuar nga një mjedis më pak acidik në stomak. Uji me limon do të ofrojë nivele të mira të vitaminës C për organizmin tuaj. Të gjitha agrumet janë në burim shumë i mirë i vitaminës C. Sipas një studimi të bërë nga Departamenti i Bujqësisë në Shtetet e Bashkuara, 1/4 e një gote ujë me limon mund të përmbajë deri në 23.6 mg të vitaminës C, rreth 1/3 e sasive të rekomanduara ditore për gratë dhe 1/4 për burrat. Vitamina C është një antioksidant i fuqishëm që ndihmon në mbrojtjen e qelizave kundër radikaleve të lira dhe si pasojë ndihmon edhe në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare, problemeve të radikaleve të lira, madje ndihmon edhe në shëndetin tuaj. Shtimi i ujit me limon në dietat tuaja ditore do të përmirësojë gjithashtu edhe hidratimin e organizmit. Në fakt, hidratimi vjen falë shijes së mirë të ujit me limon. Konsumi i ujit me limon mund të shtojë dëshirën për më shumë lëngje gjatë ditës. Shumë kush nuk e ka qef ujin ta pijë ashtu siç është, mirëpo nëse konsumohet uji me limon, është një hile e mirë që të shtoni më shumë shije në dietën tuaj dhe mbi të gjitha të rrisni edhe nevojën për më shumë ujë gjatë ditës. Shtimi i ujit me limon në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe më pak komplikacione të tij. Uji me limon do ta mbajë lëkurën tuaj më të re, gjithashtu edhe më të shëndetshme. Vitamina C e pranishme tek limoni mban lëkurën më të pastër. Një studim i kryer në Britaninë e Madhe ka treguar se sa më i lartë niveli i vitaminës C që është supozuar, më pak rrulla shfaqen në fytyrë, pasi kjo lëndë ushqyese ndihmon në luftën e dëmeve të shkaktuara kryesisht edhe nga radikalet e lira. Së fundmi, hidratimi i vazhdueshëm ndihmon lëkurën që të vetpastrohet për të kryer më mirë edhe funksionet e saj natyrore. Uji me limon vepron gjithashtu në ndihmë të shëndetit të mëlçisë kundër dhiamosjes së saj. Uji me limon ndihmon mëlçinë të funksionojë edhe më mirë. Mirëpo kaliumi që gjendet te limoni dhe lëndët thelbësore ushqyese do të ndihmojnë në qelizat të kryejnë punën e tyre më mirë. Sipas një studimi të kryer nga Universiteti Maryland Medicine Center në fakt, kaliumi është një elektrolit natyror që ndihmon në sjelljen e energjisë në të gjithë trupin tuaj. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme marrja e këtij elementi përmes ushqimit.
Shtimi i ujit me limon në dietën tuaj ndihmon edhe në funksionet më të mira të aparatit tuaj tretës. Përveç përmirësimit të funksioneve tuaja të mëlçisë, ai do të lehtësojë edhe tranzitin e ushqyerjes përmes zorrës, duke përmirësuar kështu sistemin tretës. Kjo është një ndër arsyet se pse këshillohet të konsumoni një gotë me ujë me limon në mëngjes herët, duke ndihmuar kështu në mirë funksionet më të mira të aparatit tuaj tretës. Uji me limon është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese që mund të ndihmojë gjithashtu edhe kundër formimit të gurëve në veshka. Gurët në veshka shpesh janë formuar për shkak të dehidratimit, kështu që uji me limon mund të bëhet një zakon i shëndetshëm për të pastruar veshkat edhe për të shmangur kështu grumbullimet e pazakonta të tyre. Uji me limon do të freskojë gjithashtu gojën tuaj, do ta mbajë atë edhe më të pastër. Uji me limon dezinfekton mukozën e gojës dhe kjo mund të ndihmojë edhe në uljen e përhapjes së bakterieve në gojën tuaj. Në rezultat mund të keni erë të mirë të gojës. Nga ana tjetër mund të përmirësojë edhe higjienën tuaj duke larguar kështu edhe problemet që shkaktohen në smaltin e dhëmbëve. Shtimi i ujit me limon në vaktet tuaja ditore do të kthehet edhe në një përshpejtim më të mirë të metabolizmit. Pirja e ujit me limon në mëngjes herët të ndihmon për të përshpejtuar kështu metabolizmin tuaj, veçanërisht nëse konsumoni ujë të ftohtë. Qëllimi është që të pini të paktën 3 gota në ditë para ushqimit për t'i dhënë një shtysë më të mirë metabolizmit tuaj dhe për të arritur që të përmirësoni edhe ndjesinë e ngopjes. Shtimi i ujit me limon në vaktet tuaja ditore do të përkthehet edhe në forcim më të mirë të sistemit tuaj imunitar. Në të gjithë e dimë se vitamina C tek limoni është një produkt fantastik që i duhet sistemit tuaj imunitar, por lëngu i limonit ndihmon gjithashtu për të rritur nivelin e acidit dhe për të përmirësuar më mirë organizmin tuaj. Uji me limon gjithashtu mund të japë rezultate fantastike për organizmin. Ai mund të forcojë imunitetin dhe të mbajë larg komplikacionet e tij. Siguroni që ujin me limon ta keni pjesë të dietave tuaja ditore dhe rezultatet që do të merrni do të jenë gjithashtu edhe alternativat më të mira që ka nevojë trupi gjatë ditës. Limoni është një ndër agrumet më të mira të kuzhinës shqiptare. Dimër ose verë, limoni nuk mungon kurrë për të pasuruar recetat e anvisave shqiptare. Lëngu dhe tuli i limonit janë padyshim edhe më të përdorura në kuzhinë, e megjithatë vlerat më të mëdha të kësaj agrume gjenden edhe te pjesa e lëkurës. Lëkura e limonit është e pasur me vitaminën C, fibra dhe proteina të rëndësishme për organizmin. Ato mund të përmirësojnë kështu shëndetin tuaj dentar. Lëkura e limonit është e pasur me substanca antibakteriale, të cilat do të pengojnë gjithashtu edhe rritjen e bakterieve në gojën tuaj, të cilat janë përgjegjëse për një higjenë më të mirë të dhëmbëve dhe gjithashtu edhe për të përmirësuar shëndetin tuaj. Mjafton të përzjeni një lugë çaji me limon dhe gjithashtu mund të merrni përfitimet e duhura për shëndetin tuaj dentar. Sistemi imunitar do të përmirësohet ndjeshëm me shtimin e ujit me limon në vaktet tuaja ditore. Uji me limon është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin e përgjithshëm dhe si i tillë asesi nuk duhet të mungojë në ritualin tuaj shëndetësor, edhe mund të përmirësojë organizmin në forma dhe mënyra të ndryshme. Shtimi i ujit me limon në dietat tuaja ditore mund të ndikojë gjithashtu në rigjenerimin e shëndetit ose dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Sistemi imunitar është i pari që do të përfitojë nga uji me limon në përditshmërinë e dietave tuaja. Për shkak të niveleve të larta të antioksidantëve dhe të vitaminës C, lëkura e limonit është një aleate shumë e mirë e sistemit tuaj imunitar dhe mund të mbajë larg komplikacionet që i kanosen asaj. Ndaj shtimi i ujit me limon në dietat tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një imunitet më të fortë dhe një organizëm më të mirë ushqyes. Uji me limon, për shkak të niveleve të larta të antioksidantëve dhe vitaminës C, lëkura e limonit është një aleate shumë e mirë për sistemin tuaj imunitar, ndaj duke u përdorur me kujdes, përfitimet që do të merrni do të jenë të shumëfishta dhe më të mëdha. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.